Nuk mendoj që asnjë parti do I kaloj 7 mandatet. Unë besoj që Rama nuk I merr 7 mandate, mund të marrë deri në 70. Kjo është njëra pjesë. E dyta, Berisha nuk është e vetmja shpresë për të pas opozitë në këtë vend. Për hir të vërtetës, Berisha është e vetmja shpresë për mos me pas opozitë në këtë vend. Pra nëse do me e vra opozitën, mjafton të vendosësh Berishën në krye. Dhe ajo po ndodh. Dhe kjo ka ndodhur. Tani nuk po themi që ndoshta Rama e ka inkuraju këtë gjë, por Rama e ka shfrytzuar maksimalisht këtë gjë. Pra duke pas Berishën përballë, Rama s'ka nevojë as të reformohet, as të reflektoj, as të përgjigjet. Politikë është kjo. Jo domosdoshmërisht, sepse shiko, ki parasysh një lider, një kryeministër e ka llogarinë me popullin, nuk e ka llogarinë me kryetarin e opozitës. Padyshim, po opozita. Pra, kjo nuk e bën Ramën pa faj, pse s'ka bërë gjëra që ja ka premtuar votuesët vet. Jam dakord, po ama në anën tjetër, që duhet të jetë opozita, siç thot Ronald Reagan, nuk ka qeveri të keqe. Nuk ka qeveri të mirë, po ka popull dobët që nuk I kërkon llogari qeverisë. Pra në këtë rast kemi një opozitë të dobët, ose një opozitë që është e komprometuar vetë. Dhe tash ky është një vend I vogël, ne I dimë gjitha. Dhe këtu kemi të bëjmë pastaj me një popull që ndahen dhe zihen me njëri tjetrin akoma që do ta shtjellojmë dhe këtë komunist dhe antikomunist mas 35 vjetësh. Dhe kush? Ata që kanë qenë komunist, duke filluar që me Sali Berishën, modeli tipik I komunistit konservator dhe tashpër, dhe ata që ka pas për rreth që dihet tashmë kanë qenë spion sigurimit të shtetit. Unë kam studiuar për arsye të studimeve të mia, kam studiuar situatën në gjithë bllokun lindor. Për shembull, kam qenë në Lituani, kam qenë në këto vendet balltike. Dhe po ta shohësh, komunisti më I keq është ai që bën si antikomunist. Ja thot Aveli. Te këta quheshin në Lituani quhenin komunist me blu xhinse. Se në 90-ën veshën blu xhinse dhe hoqën ato pardesyt edhe filluan edhe bënin si modern. Kurse këtu në fakt dolën gjithë me pardesyt bardha.